Mlejoni që në duart trokitjet më të mëdha të mundshme, me kënaqësinë më të madhe, me respektin më të madh dhe besimin më të madh për Republikën tonë, të ftoj para jush ftoj para jush kandidatën tonë për presidente dhe presidenten e ardhshme të Republikës Kosovës, Dr. Vjosa Osmani. Faleminderit nga zemra. Le të punojmë bashkë deri me 7 qershor për një fitore të madhe. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju falenderit.